Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëpërësit. Të nderuar besimtar musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vëllezër. Më lejoni që në këtë prak feste të Kurban Bayramit të përcjell urimet më të përzemërta që kjo festë të sjellë për ju dhe familjet tuaja. Kurban Bayrami është një nga festet të mëdha të fesë islame që bashkon zemrat e muslimanëve në mbar botën. Ajo na sjell ndërmend sakrificën e Ibrahimit alayhis salam dhe nënshtrimin e Ismailit alayhis salam ndaj Zotit të botëve, si dhe raportin e duhur prind-fëmijë. Prandaj dhe simbolika e kësaj feste është kurbani. Për kurban mund të bëhet delja, dhia ose lopa, duke filluar që pas faljes së namazit të Bayramit në xhami. Ndërsa kafshët e tjera, si pula, këndezi e tjerë, nuk hyjnë në kategorinë e kurbanit. Kush e ka mundësinë ekonomike, le të bëj kurban një shqerë si shenjë mirënjohje ndaj Zotit, të ushqejë familjen e tij dhe të shpërndaj edhe të tjerëve, ashtu siç është edhe porosia e profetit Muhammed alayhis salam. Të nderuar besimtar dhe besimtare, sot është dita e Arafatit kur haxhit në Mekë mblidhen në zonën e Arafatit për të lutur. Besimtarët e tjerë mund të agjërojnë këtë ditë dhe profeti alayhis salam na lajmëron se shpërblimi i agjërimit të kësaj dite është falja e gjunait të një viti më pas dhe vitit që do vi. Kush e ka kaluar agjërueshëm këtë ditë, lut Allahun t'ia pranojë dhe t'ia mundsoj shpërblimin. Ndërsa festa e Kurban Bayramit është nesër, ditën e mërkurë, datë 27 maj 2026. Ceremonia e faljes së Kurban Bayramit për dy xhamit e qytetit do të zhvillohet në oborrin përpara xhamisë së vjetër Ilyas Bey Mirahori, ndërsa në zonat e tjera në xhamit përkatëse. Janë të përmbajtur të gjithë besimtarët, burra dhe gra, fëmijë e të moshuar, të marrin pjesë në ceremoninë e cila fillon në orën 6:20 për ligjërata dhe kulmon në momentin kur do falet edhe namazi i Kurban Bayramit në orën 6:50. I lutem Zotit të Madhruar që kjo festë të sjellë në shtëpitë tuaja më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri me njëri tjetrin. Gëzuar dhe për shumë vjet Kurban Bayramit.